Ndëruar xhamatli, jemi në prezentimin e kuptimeve të surës Nebe, sureja e cila i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në periudhën e tij të Mekës, e cila shëronte dhe mjekonte problematikën e besimit, e shpjegonte se si njeriu pa Zotin e tij shkatërrohet, se si njeriu pa besimin në Allahun xhelle xhelaluhu mërzitet dhe i humb të gjitha levërtit e kësaj bote dhe të botës tjetër. Surët e cilat e shërojnë atë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi i biri Abdullahut, është pejgamberi i Zotit xhelle xhelaluhu. Dhe arritëm tek fjala e Zotit xhelle xhelaluhu në surën Nebe, ku tha Allahu te bareke ve teala: "Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adhaba." Dhe këtu do të bëjmë rezumen asaj që e shpjeguam në ligjërat, ku tha Allahu te bareke ve teala: "Dhe ne çdo send e kemi shkruar të llogaritur në libër." Pra nuk ka diçka e cila ekziston në ekzistencë, e cila vepron në ekzistencë, e cila flet diçka, apo vepron diçka, apo mendon diçka, vetëm se Allahu xhelle xhelaluhu para se të ndodh e ka shkruar. Kjo në gjuhën e sheriatit njihet si meselja e kaderit dhe qadas. Pra Zoti jon te bareke ve teala nuk ka diçka vetëm se e ka shkruajt, vetëm se e ka shkruajt para se më ndodh ajo. Min qabli an nabra'aha, ka thënë Allahu te bareke ve teala, për para se më ndodh ajo për jashtë, na e kena shkruajt në libër të cilin e ruan Allahu te bareke ve teala. Tani parashtrohet pyetja të cilën njerëzit e parashtrojnë: nëse Allahu i ka shkruajt gjërat, ku është levërdia, apo ku është hikmeti punës time? Pse unë e punoj kur e ka shkruajt? Pse unë jam kështu kur ai e ka shkruajt ndryshe? Kanë thënë dietarët e muslimanëve në komentin e kaderit të Allahu xhelle xhelalu: kaderi i Allahut nuk ka imponim, por është ilmi i Zotit te bareke ve teala. Pra Allahu nuk e ka shkruajt në kuptimin e detyrimit, por e ka shkruajt në kuptimin e ilmit dhe dijes. Ai e ka ditë se filani ban çashtu, andaj e ka shkruajt. Nuk e ka imponue. Dhe kanë thënë muslimanët prej dietarëve se njeriu e ndin në vetveten e tij çdo vepër çka e ban, e ndin vullnetin e lirë në atë vepër, e ndin zgjedhjen e lirë në atë vepër. Andaj edhe mirëbërsin, edhe keqbërsin, nëse e ndal dhe e vet, pse e bën këtë punë? Thotë unë do ishta me bë. Unë do ishta me bë. Kjo është zgjedhja ime, kjo liria ime. Andaj kanë thënë dietarët se shkrimi i Allahut të qadas dhe kaderit dhe gjërave para se më ndodh është prej dijes se Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj kështu duhet ta kuptojmë fen Allahu te bareke ve teala. Mu për këtë arsye tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba." Atëherë, pasi që veprat janë t'juvët dhe na nuk ja u kemi imponu juve me bë keq, dhuku, shione dënimin Allahu xhelle xhelaluhu, ju drejtohet Allahu xhenemlive, se na nuk do t'ja ushtojna vetëm se dënimin. Kjo është sa i përket xhenemlive. Pastaj vazhdon Allahu xhelle wala me u tregu çka ka për xhenetlit. Tha Allahu te bareke ve teala: "Inna lil muttaqina mafaza." Vetëm të devotshmit do të fitojnë. Andaj le të harroje dikush, le të harroje dhe mos t'i shkoje ndërmend se mundet ai mi bë gjuna Zotit, e mi ju dal karçi Allahut, e mi shkel haramet e Allahut. Allahu ati mi dhan mirçënie, mi dhan pasuri në të cilën do t'ja shef hajrin, do t'ja shef mirësien. Le të harroje. Allahu ka refuzuar që gjunaqarët mi dhan rahati. Allahu ka refuzuar që atyre të cilët nuk e ngojnë Allahun, Allahu mi dhan mirçënie. Ani pse ka parë, materiali nuk përvan kur gjë. Materiali nuk përvan kur gjë. Sa është me rëndësi mirçënia, sa është me rëndësi rehatia zemrës, sa është me rëndësi me flet ti rahat, nga se kriminali nuk flet rahat, gjunaqari nuk flet rahat. Ai i cili një herë kur dridhet toka i tutet me shkut Allahu që se ka bëu shumë gjuna. Andaj mirçënia e mbrëmshme është shumë më e rëndësishme se mirçënia e jashtme. Andaj tha Allahu xhelle wala: "Inna lil muttaqina mafaza." Ata që fitojnë ahiret janë të devotshmit, ata që janë drujt Allahut, janë tut Allahu xhelle xhelalu. Nga se nëse njeriu nuk i tutet Allahu xhelle xhelalu, prej ka me mor mirçënien, ka e merr begatien. Kur begatit janë veç tatina, kur janë begatit veç tatina, nuk jep begatin këtë univers pos Allahu xhelle xhelalu. Nëse si ki punë me matë madhin, ka ki me mor, ka ki me mor.
Andaj, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, inne lil muttaqine me faze, hadaiqa wa a'nabe. Ata do të kenë edhe kopshte në gjennet, wa a'nabe, dhe do të kenë rush. Do të kenë rush. Dhe thamë pse ka përmend Allahu rushin? Nga se të arabët rushi ka qenë. Po edhe sot të jo arabët, e të ke generatat që ka vinë, rushi o problematike madhe, nga se nga rushi njerëzit devijojnë, nga alkoholi, nga vera. Ado ishe njerëzit për shembull, kur ti formojnë ato hotelet e tyre, kur ti ndërtojnë hotelet e tyre, u avendosin me 1 yll, me 2 yll, me 5 yje, dhe këtë këta e bojnë në varësi të shpeshar harameve që akon ta. Andaj pa alkohol nuk ta japin 1 yll. Pa alkohol nuk ta japin 1 yll. Thojnë po e ki me 3, s'ki alkohol për me bo me 5. Po rushi o problem të njerëzit. Në dajtë Allahu në gjennet ka rush, ama halal. Alkohol halal, i cili nuk dhe. Pas e tha Allahu te bareke ve teala, wa kawaiba atrabe, dhe atë do të kenë bashkëshorte të një moshe, grave të cilat janë të freskis më të lartë. Pas e tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, wa ka'san dihaqa, dhe do të pinë nga gotat e mbushura. Do të ketë me pinë nga gotat e mbushura. La yasma'una fiha laghwan wala kidhaba. Atje s'ka muhabet kot. Atje s'ka muhabet kot. Dhe atje nuk ka rrena. Rrenat janë këtë dunja. Rrenat tash si dish pijamie plot rrenanin. Derisa të kthehesh të shtëpia me bombi shkrujt, a di sa rrena dalin? Ka rren njëri pazar, kanë njëri te puna, ka rren shumë rrena ka. Televizorit të mitu të rrejt, Facebookit mitu të rrejt. Tha Allahu gjelon akhirat në gjennet, s'ka rrejna. Wala kidhabe, s'ka rrejna atje. Pra nuk kalot koha me rrejna. Në fund tha Allahu Gjelle Gjelalu, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Këtë kjo është përblimi Allahu Zotit tando Muhammed alayhi salatu wassalam, ata'an dhurat pineve, hisaben edhe hisab në veprat e juve. Kjo është Kur'ani Zotit Gjelle Gjelalu, i cili na e shpjegon në mënyrë shumë qartë se kush hin gjennet edhe kush hin xhenem. Ne elusmi Allahun, Allahu na bën për xhenet live. Na bën Allahu për të devotshmëve në këtë dunja e da bëhet sebeb këtë devotshmëri me hin xhenet. Dhe na ruan Allahu xhelal nga manorët e xhenemit. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhelal xhelal ti ndriçon mendjet tona me Kur'an. Ti ndriçon mendjet tona me libër të Zotit xhelal xhelalu. Ti ndriçon mendjet tona me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun xhelal që Allahu ti përmirëson zemrat tona, ti përmirëson të jashtëmët tona. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelal xhelal na jap përfundim të mirë.